Dhe do të ndodh një marrëveshje ndërmjet juve dhe ndërmjet romakëve. Kush janë romakët? Muslimanët si ummet do të kthehen në fuqi. Fitoj kryqi. Do të tradhtojnë romakët. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Muslimanët do ta çlirojnë edhe një herë Konstantinopolin. Si do të jetë çlirimi i tyre? Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se çdo gjë një ditë do t'i vijë fundi. Nuk ka dyshim se të gjitha këto krijesa që ekzistojnë sot një ditë do të përfundojnë. Nuk ka dyshim se të gjitha gjërat që ne sot i shohim mbi sipërfaqen e tokës një ditë do të shkatërrohen. Nuk ka dyshim se një ditë do të vijë kiameti. Mirë po, kur do të ndodh kiameti, atë e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Ndërsa ne si musliman jemi të njoftuar me disa gjëra, jemi të njoftuar me disa shenja të cilat janë shenja lajmëruese se kiameti është afër. Andaj kemi përcjellur para jush shenja të cilat i ka përmendur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilat do të ndodhin në prag të kiametit. Në mesin e atyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na njoftoi edhe për disa gjëra tjera të cilat do të ndodhin afër në prag të kiametit dhe ne besojmë pa më dyshje, pa dyshim të as një fjale dhe as një shkronje të cilën e tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Na lajmëroi i dërguari i Allahut dhe për disa shenja të tjera duke thënë numëroj 6 gjëra para se të ndodh kiameti. 6 gjëra do ndodhin para se të vijë kiameti dhe të përfundon dhe të shkatërrohet çdo gjë. E para e tyre mauti, vdekja ime, vdekja e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e cila vetëm se ka ndodhur. Pastaj tha, pastaj çlirimi i Kudsit, çlirimi i shtëpisë së shenjtë Mesjidul Aksas, dhe kjo gjithashtu ka ndodhur në kohën e Omer bin Khattabit radiallahu anhu. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj një vdekje e madhe e cila do të merr shumë prej jush, do të përhapet një vdekje apo një smundje e cila do të merr shumë prej jush, do të merr edhe shumë prej sahabeve. Dhe kjo, kanë thënë dietarët, ka ndodhur në murtajën e Amawasid,
ku vdiqën 70.000 njerëz brenda 3 ditëve në mesin e tyre edhe shumë sahabe. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të përhapet pasuria aq shumë derisa njeriu do t'i jepen 100 dinar të arit, ndërsa ai do të ndahet i pakënaqur. Dhe kanë thënë dietarët që një gjë e tillë ka ndodhur në kohën e Omer bin Abdul Azizit. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të përhapet një fitne e cila nuk do të lënë shtëpi të arabëve, përveç se do të hynë brenda saj. Do të përhapet një fitne e cila do të hynë në çdo shtëpi. Disa nga dietarët kanë thënë fitneja e cila ka ndodhur në kohën e Osmanit apo Aliut. Disa kanë dhënë mendime tjera. Disa dietarë më vonë kanë thënë telefoni, interneti, televizori, i cili do të hynë në çdo shtëpi të njerëzve, nga të cilët do të ketë fitne të ndryshme. Dhe disa nga dietarët kanë thënë fitneja e Dejxhallit, e cila do të përhapet në çdo vend, në çdo shtëpi. Dhe e gjashta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do të ndodh një marrëveshje. Dhe do të ndodh një marrëveshje ndërmjet juve dhe ndërmjet romakëve. Kush janë romakët? Sot janë Evropa dhe Amerika. Ju si musliman do të bani marrëveshje me romakët. Në një hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Satusalihun ar-rum sulhan amina." Do të bani marrëveshje me romakët, marrëveshje të shëndosh, të sigurt. Muslimanët që nënkupton, muslimanët si ummet do të kthehen në fuqi, do të jenë të rëndësishëm, do të kenë pozitë të madhe, dhe bota dhe pala tjetër do të kërkon marrëveshje, do të bëjnë marrëveshje muslimanët si një ummet i tërë me botën krishtere, me palën romake, do të nënshkruajnë marrëveshje të sigurt. Çka do të ndodh pastaj? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj do të luftoni me një armik tjetër. Pala romake dhe pala besimtare, të dy palët në marrëveshje në mes vete, do të kenë një luftë kundër një paleje tjetër. Kush mund të jetë ajo? Disa prej dietarëve kanë thënë mund të jenë Shiat, disa kanë thënë mund të jetë Rusia, mund të jetë Kina, mund të jenë të gjithë së bashku. Cila palë do të jetë pala e tretë nuk është përmendur në ndonjë argument të Kur'anit dhe Sunetit, andaj ne nuk e dim. Mirë po, armiku i tretë, pala e tretë do të jetë ajo e cila do të lufton me këtë ushtri dhe me këtë fuqi e cila do të ketë marrëveshje ndërmjet tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do t'i fitoni ata, do të shpëtoni dhe do të fitoni, do të shpëtoni, nënkupton që nuk do të ketë shumë vdekje nga muslimanët, e nuk do të ketë shumë plag nga muslimanët. Muslimanët me lehtësi do të fitojnë këtë luftë, dhe do të fitoni, do të fitojnë pasuri nga plaçka e luftës. Do të përfundon një luftë e tillë, dhe pasi të përfundon lufta, do të ndalet një pjesë e ushtrisë islame nga njëra anë dhe një pjesë e ushtrisë romake nga ana tjetër. Lufta u krye, armiku i tretë vetëm se ka dështuar dhe është dorëzuar, atëherë gjithë këtë fitore dhe gjithë atë frytin e fitores do të mundohen që ta marrin mbi vete romakët. Do të ngritet një ushtar romak, i cili do ta ngrit kryqin dhe do të thotë fitoj kryqi. Ndërsa lufta ka qenë e të dy palëve kundër armikut të tretë, fitoj kryqi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, atëherë do të ngritet një musliman, i cili do ta merr dhe do ta thën kryqin e tij. Dhe në përplasje të këtyre dyve, muslimani do ta mbyt jo muslimanin, do të ngriten ushtarët, do ta mbysin këtë musliman i cili është ngrit. Do të ngriten të dy palët, ata që janë aty afër, romak dhe musliman, dhe do të luftojnë mes vete, dhe kjo do të jetë prishja e marrëveshjes.
Marrëveshja e cila u bë ndërmjet tyre do të prishet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të tradhtojnë romakët, do të tradhtojnë dhe do ta prishin marrëveshjen. Pas prishjes së marrëveshjes, armiku i tretë vetëm se është dorëzuar, atëherë romakët do të përgatiten me një fuqi të madhe. Në një hadith tjetër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti derisa të arrijnë romakët ushtria e tyre në Amak ose në Dabik, në vendet të caktuara në Shamin e sotëm, në Sirinë e sotme, afër Halebit. Do të arrijë aty ushtria romake. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të vjen kjo ushtri në 80 flamuj, në çdo flamur nga 12.000 ushtar. Subhanallah, gjithë kjo ushtri e madhe do të vjen nga gjitha vendet e botës, nga gjitha vendet e këtyre palve të ushtrisë romake, do të vinë në këtë vend të caktuar, të lajmëruar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 80 flamuj, nën kupton 80 shtete të ndryshme, nën çdo flamur nga 12.000 ushtar, afërsisht një ushtri deri në 1.000.000 ushtar do të vinë në këtë vend të caktuar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të paraqitet një ushtri e Islamit, një ushtri e muslimanëve, e cila vjen nga Medineja. Kanë thënë dietarët, Medineja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo Medinë qyteti i Halebit, apo qyteti i Damaskut, Allahu e di më së miri. Ushtria islame do të përgatitet që t'i bën ball kësaj ushtrie e cila numëron afërsisht 1.000.000 ushtar. Ushtria islame, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, baza e ushtrisë islame në atë kohë do të jetë në Guta, në një vend të sotëm, gjithashtu në Sirinë e sotme. Aty do të tubohet ushtria islame. Dhe do të fillon përplasja, dhe do të fillon përleshja, dhe do të fillon lufta e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë e quajti al-malhamatul kubra, thertorja e madhe. Luftë më të madhe nuk mbahet mend në gjithë historinë e njerëzimit. Në hadithin e Abdullah ibn Mesudit tha, luftë e tillë nuk është pa asnjëherë. Do të përballen të dy ushtrit, ushtria romake dhe ushtria islame. Do të merr pjesë së pari 1/3 e ushtrisë islame. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atyre Allahu nuk u afal asnjëherë. Subhanallah, çfarë fitnë do të vinë, çfarë sprova do të vinë në prag të kiametit. Besimtari duhet t'i kushton rëndësi imanit të vet. Sa njerëz e kanë marrë në përkam fejnë Allahut azza wa jall, ende pa pasur fitne, ende pa pasur sprova, ende pa pasur asgjë, me një punë, me një rrogë, me një pasuri, e ka harruar fejnë Allahut azza wa jall. Nga ushtria islame, 1/3 e ushtrisë nga ana e muslimanëve do të hynë në luftë. Këtyre Allahu nuk u afal asnjëherë. Çka kanë bërë këta njerëz? Subhanallah. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 e ushtrisë, pjesa e dytë e ushtrisë do të del përballë dhe do të lufton me ushtrinë romake. Ata janë shahidat më të mirë, të cilët do të vdesin në rrugën e Allahut azza wa jall. Në hadithin e Abdullah ibn Mesudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi, Abdullah ibn Mesudi e përcjelli, do të luftojnë ditën deri në mbrëmje. Të gjithë ata të cilët do të vdesin, do të jenë nga shahidat më të mirë. Ditën e dytë, të gjithë të cilët do të luftojnë, do të vdesin, do të jenë nga shahidat më të mirë. Në ditën e tretë, gjithashtu do të luftojnë, do të vdesin. Këta janë shahidat më të mirë. Derisa do të paraqitet 1/3 e fundit e ushtrisë islame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, këta njerëz do ta fitojnë luftën kundër ushtrisë romake. 1/3, pjesa e parë e ushtrisë,
atyre Allahu nuk u afal. Pjesa e dytë e ushtrisë, këta janë shahidat më të mirë. Pjesa e tretë e ushtrisë janë ata të cilët do ta fitojnë luftën kundër romakëve. Muslimanët në fund do dalin fitues. E pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi që gjithashtu muslimanët do ta çlirojnë Konstantinopojen. Subhanallah, Konstantinopoja është Stambolli. A nën kupton një gjë e tillë që Stambolli do të kthehet në jo islam, në nduart e jo muslimanëve? Muslimanët në fund do ta çlirojnë edhe një herë Konstantinopojen. Në një transmetim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ata të cilët do të marrin pjesë në luftën e çlirimit të Konstantinopojës do të jenë 70.000 nga pasardhësit e Ishakut, 70.000 të cilët janë të këtill evropian, të huaj dhe jo arab, mirë po do t'jenë ushtar musliman, 70.000 të cilët do të arrijnë përreth mureve të Konstantinopojës. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a keni dëgjuar për një vend, për një shtet i cili një pjesë e ka në tokë e një pjesë e ka në ujë, në deti? Thanë, po ja Rasulallah, do ta çlirojnë atë muslimanët në prag të kiametit, afër kiametit. Muslimanët do ta çlirojnë edhe një herë Konstantinopojen, edhe një herë Stambollin. Si do të jetë çlirimi i tyre? Si do të jetë çlirimi i këtij vendi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky çlirim nuk do të jetë me luftë, as me shpatë, as me shigjet. Do të rrethohet vendi dhe muret e Stambollit dhe ushtria islame do të thërret me një za, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të bie njëra anë e Konstantinopojës, do të çlirohet njëra anë, pastaj muslimanët do të therasin me një za, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Do të bie, do të çlirohet edhe ana tjetër dhe herën e tretë, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Do të çlirohet edhe ana kryesore e Stambollit, e Konstantinopojës dhe muslimanët do të hinë çlirues në vend, do të çlirohet Konstantinopoja. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një za i cili do të vjen nga shejtani, i cili do të thotë se ka ardhur Dejjalli në familjet e juaja, në fëmijët e juaj. Muslimanët kur ta dëgjojnë këtë thirrje që ka dalë Dejjalli, kjo fitnë e madhe, do ta lanë çlirimin, do ta lanë plaçkën e luftës, do të lanë çdo gjë që të kthehen në familjet e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do t'i dërgojnë 10 kalorës për ta marrë lajmin, a është i vërtet, a nuk është i vërtet. 10 kalorës do të nisen me shpejtësi të madhe që ta shohin vërtetësinë e këtij lajmi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dashuri i zemrave tona, i dashuri i çdo besimtari, ai i cili nuk ka fol nga hamendja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, unë i di emrat e tyre dhe emrat e baballarëve të tyre dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Këta 10 vetë të cilët do të nisen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i di edhe emrat e tyre. Do të shkojnë me vrap që ta marrin lajmin dhe do të kuptojnë që një lajm i tillë nuk është i vërtet. Ende Dejjalli nuk ka dalë, ende fitneja e Dejjallit nuk është faq. Atëherë do të qetësohet gjendja për të arritur pastaj në fitnë edhe më të mëdha në prag të kiametit. Ne lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ruan zemrat tona nga fitnet e mëdha, nga fitnet e ndryshme. E lusim Allahun azza wa jall, Allahu imanin ton të na forcon, Allahu në islam të na udhëzon, Allahu në këtë rrugë të drejtë dhe të mbarë të na drejton,
Allahu Azza wa Jall të na ban prej atyre që do të qëndrojmë në këtë din deri në frymëmarrjen e fundit. E Allahu të na ban prej atyre që ja do dorëzojmë shpirtin Allahut me la ilaha illa Allah. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan neve, të ruan familjet tona, të ruan pasardhësit tan nga çdo fitnë e cila do të vijë në prag të kiametit. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron, të sëmurët tan Allahu t'i shëron, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.